Ilir Qori nga Gjakova, kontrabasist, është absolvent në Fakultetin e Arteve në Pej. Muzikanti Qori thot se dëshira për të luajtur me këtë instrument i ka lindur qysh nga fëmiria, e sipasi kontrabasi është instrument i veçantë dhe nuk është shumë i përhapur në vendin tonë. Rëndësia e këtij instrumentit është, domethënë, si instrument është shumë dimensional, përdoret në shumë lloje dhe në shumë zhanre të ndryshme të muzikës. Duke përfshirë atë muzikën serioze, domethënë klasike që përdoret nëpër filharmonia, po ashtu përdoret edhe nëpër ansamblet të muzikës popullore, në muzikën jazz është më i kërkueshëm, po ashtu edhe nëpër zhanre të tjera moderne. Qori thot se ndjesia që t'jep ky instrument është e mrekullueshme dhe përshtatet në zhanre të ndryshme muzikore. Kontrabasist me qenë është një ndjesi, mund me thonë e papërshkrueshme, sepse aktualisht në Gjakovë, po ashtu edhe në krejt Kosovën jemi shumë pak persona apo instrumentist që e studiojmë dhe që luajmë në këtë instrument. Edhe tash ka fillu, domethënë, edhe interesimi i këtij instrumenti. Ilir Qori bën pjesë në grupe të ndryshme muzikore si kontrabasist, por edhe kitarist, madje është pjesë edhe ansamblit të Gjakovës. Jam i angazhuar edhe si antari më i ri tashti i grupit Rilindja, si gitarist dhe kontrabasist i atij grupi. Pas kësaj ka që një vjet e gjysëm që jam edhe antari i ansamblit të këngëve dhe të vallëve popullore në Gjakovë, ku aty kemi marrë pjesë nëpër koncerte të ndryshme dhe nëpër festivale të ndryshme si kontrabasist, pasi që ka shumë vite që i mungon Gjakovës e kontrabasi në muzikën qytetare dhe atë popullore. Synimi i tij është që të plotësoj profilin e tij përmes ngritjes profesionale dhe të jetë pjesë e festivaleve dhe koncerteve të ndryshme muzikore brenda dhe jashtë vendit.